Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra. Ju flet Radio Maria e Kosovës, një zë i krishter në shtëpinë tënde. Sërish bashkë me ju do më shtjefni në këtë të premte të parë të Kreshmës. Pas thirrjes për ripërtritje në të mërkurën e përhime dhe pas ftesës për të marrë kryqin dje dhe sot, në këtë ditë të veçantë për të krishterët, le të përqendrohemi te pendimi, pendesa dhe te dhurata e madhe e faljes. E premtja është dita kur kremtojmë mundimet dhe vdekjen e Jezusit, dhe kjo na fton që të ndalemi te mëkati ynë dhe te dashuria e pafundë e Zotit që na ofron gjithmonë një mundësi të re. Për sot, le të dëgjojmë fjalët e profetit Ezekiel, kapitulli 18, vargjet 30 deri 32, si një thirrje e fuqishme për kthim dhe jetë. Prandaj, unë do t'ju gjykoj të gjithëve, secilin sipas mënyrës së veprimit të vet, o shtëpia e Izraelit, thot Zoti i hyj. Kthehuni dhe ndrequni nga të gjitha paullësitë tuaja, dhe paullësia s'do të jetë më shkak për rënjen tuaj. Flakni larg jush të gjitha pabesitë tuaja, me të cilat u bët të pabes, e përtëriteni zemrën e shpirtin tuaj. Përse të vdisni shtëpia e Izraelit? Unë nuk i kënaqem vdekjes së vdekatarit, thot Zoti i hyj. Kthehuni e jetoni. Të dashur dëgjues, të nderuar miq, fjalët e profetit Ezekiel janë një jehon e fortë e asaj që duhet të jetë thelbi i Kreshmës sonë. Kthimi, pendesa dhe dëshira për një zemër të re. Zoti nuk e dëshiron vdekjen e mëkatarit, por kthimin dhe jetën e tij. Kjo është shpresa që na ofrohet, veçanërisht në këtë premte që është ditë e sakrificës madhe të birit të tij. Për shumë prej nesh, fjala pendim mund të tingëllojë rënd ose e vjetëruar. Por pendimi nuk është vetëm ndjenja e fajit. Pendimi është një ndryshim i mendjes, një kthim i vullnetit. Është të kuptosh se ke gabuar. Është të pendohemi sinqerisht dhe të marrim vendimin për të mos e përsëritur më atë gabim. Është të kthehemi
drejt Zotit me besim, duke e ditur se ai është i gatshëm që të na falë gjithmonë. E premtja na kujton se për shkak të mëkateve tona, Jezusi vuajti dhe vdiq në kryq. Kjo dashuri e pafund na fton që të reflektojmë thellë mbi peshën e mëkatit, por edhe më thellë mbi madhështinë e mëshirës hyjnore. Nuk ka mëkat aq të madh sa Zoti të mos mund ta falë, nëse ne i drejtohemi atij me një zemër të thyer dhe të penduar. Krishma është një kohë e shkëlqyer për të bërë një rishqyrtim të ndërgjegjes, për të njohur dobësitë tona, si dhe për të marrë vendimin për të rrëfyer. Sakramenti i rrëfimit është një dhuratë e çmuar, ku marrim faljen e Zotit dhe hirin për të filluar sërish. Është një akt i vërtet transformimi, një zemër e re dhe një frymë e re që na jepet nga vetë Zoti. Sot le ta lëm me një anë krenarin, me një madhësin dhe frikën. Le të kërkojmë falje për ato herë kur kemi dështuar, qoftë ndaj Zotit, qoftë ndaj të tjerëve. Dhe po ashtu le të jemi të gatshëm që të falim ata që na kanë lënduar, sepse falja është thelbi i dashurisë së krishterë, si dhe rruga drejt paqes së brendshme. Le të lutemi së bashku. O Zoti im, mëshirë, pendohem thellësisht për gjitha mëkatet e mia, me të cilat të kam fyer ty, dashurinë time më të madhe. Më fal o Zot, dhe më jep hirin që të pendohem në mënyrë të sinqertë dhe që të filloj
një jetë të re. Më ndihmo që të jemi hapur ndaj faljes tënde, dhe që të jemi gatshëm t'i fal edhe unë të tjerët. Nëpërmjet vuajtjeve dhe vdekjes së birit tënd, Jezu Krishtit, ty që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, në këtë premte të shenjtë, ditë kur Krishti u flijua për mëkatet tona, le të marrim një vendim të rëndësishëm. A do ta kërkojmë sakramentin e rrëfimit, pajtimit në këtë kreshmë? A do t'i falim ata që na kanë lënduar, duke i çliruar zemrat tona nga barra e hidhrimit? Le të jetë kjo një ditë e vërtet kthimi shpirtëror. Zoti ju bekoft dhe ju dhënë paqen e tij. Ju pres nesër për meditimin e radhës. Ju bekoft ju i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.